Ish-drejtori i përgjithshëm i burgjeve Agim Ismaili u paraqit sot në SPAK dhe qëndroi më shumë se një orë, ku u morë në pyetje në praninë e avokatit të tij. Hetimet ndaj tij lidhen me sulmin kibernetik të ndodhur në 12 mars ndaj prokurorisë së posaçme, ngjarje që u zbulua disa ditë më vonë dhe që ka çuar deri tani në arrestimin e ish-punonjësit të IMT-s Arnold Rokaj dhe ish-zyrtarit të burgut të Vlorës Zambak Gjonaj. Burimet nga SPAK bën me dije se Agim Ismaili po hetohet për 3 vepra penale, përgjimi pajlishëm i të dhënave kompjuterike, grupi strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal. Sulmi kibernetik synon të marrë të dhëna nga kompjuterat e 3 prokurorëve të posaçëm, Behar Dibra, Enkeleida Milonaj dhe Elida Kaçkini. Sipas SPAK, hakerat nuk arritën të deportojnë në sistemin e brendshëm të IT-s, por më pas të dhënat e marra u shpërndan te persona të tjerë, ku dyshohet se përfshihen 2 gazetarë, ish-kreu i burgjeve Agim Ismaili dhe Dritan Palikaj, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Bujqësisë. Gjithashtu, hakerat tentuan të ndërhynin edhe në emailin e drejtuesit të SPAK-ut Altin Dumani, por nuk patën sukses fal masave të forta të sigurisë. Ngjarja ka ngritur shqetësime mbi mbrojtjen e të dhënave të institucioneve të drejtësisë dhe transparencën e informacionit të ndjeshëm, ndërsa SPAK po vijon hetimet për të identifikuar të gjithë personat e përfshirë në këtë skem.